Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya as-salah." Njerëzit më parsor me mua dhe më afër që do të jenë me mua në ditën e Kiametit, ata që sa më shumë dërgonin salavate dhe selame për mua. Allahumma salli ala Muhammed. Allahun te bareke wa taala falenderojmë, atë gjellë wa ala e madhërojmë, për Allahun subhanahu wa taala në sejdë dhe në rukubim. E falenderojmë Allahun gjellë wa ala ashtu si që falenderoja i vetën e ti në fillimin e libit kur tha: Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Të gjitha falenderime dhe lavdatat i takojnë Allahut, Zotit të botrave. E falenderojmë Allahun Jalla wa Ala, ashtu si që falenderoja i vetën e ti në fundin e krijimit dhe tha: Wa akhiru da'wahum alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dhe thirrja e fundit e banorëve të xhennetit është: falënderimet i takojnë Allahut, Zotit të botrave. Paqja dhe mëshira e Allahut te bareke ve teala të gjitha qofshin për zotriun ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Paqja dhe mëshira Allahu xhalla wala të gjitha qofshin edhe për ndjekësit dhe pasuesit e Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deri në ditën e Kiametit. Të nderuar vëllezër, për mirësive më të mëdha të Allahut te bareke ve teala ndaj nesh është që na ka bërë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Por për mirësisë dhe dhuratave më të mëdha të Allahu xhalla wa ala të pasuesve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam janë ai grupi i pakët i sahabëve, i shokëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të cilët e patën mundësinë edhe privilegjin që ta shohin fytyrën e bukur të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, saqë Imam Ahmedi rahmetullahi alaihim thonte: nadhratun fi wajhi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta'dilu ad-dunya wa ma fiha. Një shikim në fytyrën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është e barabartë me dunja dhe gjithçka ka në të. Kurse Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu tha: Allahu te bareke wa ta'ala i vendosi bijtë e Ademit para duarve të tij dhe i pa zemrat e tyre, dhe e pa që zemra më e mirë ishte zemra Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, andaj e përzjodhi atë si pejgamberin e fundit dhe si krijesën më të dashur të tij. Pastaj Allahu te bareke ve teala i rishikoi edhe një herë zemrat e krijesave dhe zgjodhi në mesin e tyre zemrat e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Ata janë njerëzit më të mirë të këtij ummeti, ata janë të përzgjedhurit e Allahu xhalla wa ala, e që ishin ndihmëtar të Muhamedit dhe të festa Allahu te bareke ve teala në ditët e para të Islamit. Por o ju robër të Allah, po o ju vëllezërit e mi, Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhum, edhe pse vazhdimisht në Mekë për plot 13 vite me radhë e shoqëroi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, megjithatë ëndra e Ebu Bekrit radhiyallahu ta'ala anhu ishte që ta shoqëron pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe për në rrugën e hijretit nga Mekë dhe në Medinë. Dhe ja o vëllezërit e mi, në një ditë të nxehtë për ditëve të nxehta të shkëtëtirës të Mekës, në kohën e drekës, e që nuk paramendohet që tek arapët të shkon dikush t'i viziton ata në kohën e drekës, troket në derën e Ebu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu dikush. Pejgamberi sallallahu Ebu Bekri radhiyallahu anhu i thot bijes së tij: shih kush është në këtë kohë, jo të rëndomtë që të vjen dikushi, kur ja fytyra e bukur e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe kur i dërguari Allahu po i thot: o Ebu Bekr, Allahu te bareke ve teala më ka urdhëruar që të bëj hijret nga Mekja për në Medinë, i cili konsiderohet, o ju vëllezërit e mi, udhëtimi dhe rrugëtimi më i rrezikshëm i dikujt në histori njerëzore, që rrezikohet në këtë rrugëtim jeta e këtij njeriu sallallahu alaihi wasallam. Mirë po Ebu Bekri radhiyallahu anhu, edhe pse e dinte rrezikun e madh të këtij udhëtimi, megjithatë i tha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: as-suhbatu ya Rasulullah, shoqërimin, o i dërguari Allahut, pra dëshiroj të jem shoqëruesi yt në këtë udhëtim, o pejgamberi i Zotit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: laka dhalika ya Aba Bekr, ty të qoftë ajo, o Ebu Bekr. Dhe thot bija e tij:
Thot bia e tij Aisha radhiyallahu anha, wallahi aq shumë qajti prej gëzimit e Abu Bekri, sa që deri atë ditë nuk e kisha paramendu dikën të qanë prej gëzimit qajti e Abu Bekri që të jetë shoqëruesi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në këtë udhëtim, o ju vëllezërit e mi. E në një ditë prej ditëve, edhe Rabi' ibn Ma'bad tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, e i cili për çdo ditë ja afronte ujin e abdesit, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Selni ya Rabi', kërko diçka prej meje o Rabi' që të ta pagoj." Tha: "Ja Rasulullah, e dëshiroj shoqërinë me ty në xhennetet e larta." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "O Rabi', po kërkove diçka tjetër." Tha: "Huwa dhalika ya Rasulullah, është ajo dhe vetëm ajo o pejgamberi i Allahut, e kërkoj shoqërinë me ty në xhennetet e larta." Allahu akbaru kabira. E pan fytyrën e Muhamedit dhe përsëri në çdo moment dhe në çdo çast përmalloheshin zemrat e tyre për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. E në një natë për netëve, Thubani radhiyallahu anhu, pasi që e fali namazin e jacis me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, duke që me gruan e tij dhe fëmijët e tij, u përmallu zemra e tij për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, dhe shkoi dhe i trokiti në derë të dërguarit Allahut. Deli pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe thot: "Ha, jo Thuban, çka u bë?" Tha: "Ja Rasulullah, wallahi derisa jem me gruan dhe fëmijët, më merr malli për ty o pejgamberi Allahut, po si do të jetë halli o pejgamberi i Zotit kur do të shkojmë në xhenet dhe ty do të jesh në xhenetet e larta, dhe mua edhe në qoftë se më mundson Allahu të hyj në xhenet, ndoshta nuk do të shoh ty o pejgamberi Allahut." E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Jo Thuban, njeriu do të jetë në xhenet me atë që e don, Allahu akbaru kabira." E ne o ju robër të Allahut, e që u privuan syt tona që ta shohim pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam, a thu vallë si ka mundësi që të jemi shoqërues të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por jo në dunja, por atje në xhenetet e larta, ku do të ulemi në sofër me pejgamberin e Zotit alaihi salatu wassalam. Andaj sot me lejen e Allahut, në këto pak sekonda dhe minuta, do të tregojmë për disa shkaqe prej shkaqeve që kush i praktikon ata, inshallah do të jetë në sofër me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. E para atyre ju vëllezër, Allahu ju ruaj dhe mëshiroj bindja ndaj Allahu dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. O ju robër të Allahut, çdo ideologji që përhapet në tokë, jepni përparësi asaj çka ka thënë Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Çdo kush kur vjen në një tavolinë me një ide, me një ideologji, thuajuni atyre ndaluni, ta shohim çka thot Allahu dhe pejgamberi. Se pasha Allahun, kush i bindet Allahut dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në jetën e kësaj dunjaje, do të jetë me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Thot Allahu xhalla wa ala në Kur'an: "Wa man yuti'i Allaha war rasul fa ulaika ma'a alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin." E kush i bindet Allahut dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, të tillë do të jenë në xhenetet e Allahut me pejgamberët e Allahut alaihim salatu wassalam. E dyta ju vëllezërit e mi, pe thënieve kuranore dhe thënieve profetike të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që na kanë ardhur e që na tregojnë se kush e praktikon ata do të jetë shok me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Shpeshtimi salavateve dhe selameve për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Andaj o ummeti Muhamedit, lagni gjuhët e juaja me salate dhe selame, sa herë që të përmendet emri Muhamedit, mos ngurro vallahu im që të thuash Allahumma salli ala Muhammed. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya as-salah." Njerëzit më parsor me mua dhe më afër që do të jenë me mua në ditën e Kiametit, ata që së më shumë dërgonin salavate dhe selame për mua. Allahumma salli ala Muhammed. E treta ju vëllezërit e mi, për veprave që na kanë ardhur, që kush e ruan atë dhe kujdeset për të dhe praktikon atë, do të jetë kojshim me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në xhenet, morali i lartë dhe edukata e mirë. Veçanërisht morali i lartë me prindërit, e me kojshiun, e me shokun, e me të afërmit, edhe me të dashurit. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Ahabbukum ilayya wa aqrabukum minni manzilan yawm al-qiyamah ahasinukum akhlaqa." Njeriu
më i dashur tek unë dhe më i afërt me mua në ditën e Kiametit është ai i cili e ka moralin e përsosur. O umeti Muhamedit, pas shamadhërinë e Allahut, kjo fe është fe e moralit edhe edukatës, fe e busjeshjes edhe e modestisë. Va ka përmend vallahu dhe përsëri va përmend se nuk ka në Islam vend për mbrojtje dhe nuk ka vend në Islam për mendje madhësi dhe kibër. Allahu xhallahu ala nuk e don dhe nuk do t'ja bën hise xhenetin atij i cili një grimse të atomit ka mendje madhësi në zemrën e tij. Allahu na ruaj. Pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na këshillon në këtë hadith që Islami nuk është vetëm fe e katër mureve të xhamisë, por ai është fe e moralit edhe edukatës edhe sjelljes edhe jashtë xhamive të Allahu subhanahu wa taala. Gjithashtu ju vëllezërit e mi, për veprave që ne kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që tregojnë se kush e praktikon atë do të jetë me pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e larta, është kujdesi për jetimat. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha ana wa kafilul yatimi ka hatini fil janna wa ashara bil wusta. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha edhe kujdestar i jetimëve do të jemi kështu së bashku në xhenetet e Allahut, dhe bëri i bashkoi gishtin tregues me gishtin e mesëm në këtë formë sallallahu alaihi wasallam. O jo robërt Allahu, në qoftë se njohësh një jetim, mbaj edhe kujdesu për atë, se të ka premtu pejgamberi Allahut që do të jesh në shoqëri dhe në afërsi me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. E tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam këtë fjalë, unë dhe kujdestari jetimit, sa i vetë ishte jetim, u rrit jetim dhe e dinte se çka do thotë të jesh jetim. Andaj edhe premtoi gjithë këtë premtim dhe këtë shpërblim kaq të madh për kujdestarët e jetimëve, qofshim ne prej tyre ya Rabbel Alamin. Dhe e fundi do ju vëllezërit e mi, për veprave që kanë ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që kush kujdeset për atë, kush e praktikon atë, do të jetë në afërsi me pejgamberin e Zotit sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men ala jariyatayn hatta tablugha kunna ma'i fil jannati hakadha. Kush kujdeset për dy bija prej vajzave të tij, i dukon ata derisa të rriten, kështu ai njeri do të jetë me mua në xhenetet e Allahu subhanahu wa taala. Ty o vallahu që Allahu të ka fal dy vajza, apo të ka fal ndoshta edhe më shumë se sa ata të dyja. Vajzat janë bukuria e dynjas dhe shpëtimi i ahiretit. Vajzat janë krenaria e dynjas dhe krenaria para Rabbul Alamin subhanahu wa taala. Kush kujdeset për dy prej tyre derisa të arrijë moshën madhore dhe i dorëzon tek emaneti i tyre, pra tek burri, me edukatë dhe moral, duke ruajtur veshjen, duke ruajtur moralin, duke ruajtur imanin dhe besimin e Allah, ai njeri do të jetë me mua kështu në xhenetet e Allahut te bareke ve teala. Allahu akbaru kabira. E fillova ju vëllezërit e mi me disa nga ngjarjet e sahabëve për të pasur sa rëndësishme në realitet është që të jemi afër Resulullah sallallahu alaihi wasallam në xhenet. Dhe ja ku ishin ju vëllezërit e mi këto mozaik veprash, kush dëshiron le të merr njërin prej tyre apo dy apo tre prej atyre, e që së bashku inshallah dorë për dorë të jemi në sofrën e Resulullah sallallahu alaihi wasallam në xhenetet e larta. Amin, amin ya Rabbel Alamin, walhamdulillahi Rabbil Alamin. O ju vëllezërit e mi, Imam Shafi'i rahmetullahi alaihi thonte, uhibbu s-salihina wa lastu minhum. Unë shumë i du burrat e mirë edhe pse s'jem prej tyre. Pas ati, pas Imam Shafi'iut, erdhi Imam Maliku dhe e krijoi një vjershë tjetër dhe tha, tuhibbu s-salihina wa anta minhum. Ty i dush burrat e mirë, por edhe ty je prej tyre. Por Imam Shafi'iu prej modestisë tha, unë i du njerëzit e mirë edhe pse s'jem prej tyre. Unë dëshmoj Allahun dhe mbajtësit e arshit Allahut për vete dhe për ju, se ne e duam pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, se ne i duam sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pse ja Rabbi veprat tona nuk e kanë arrit atë që e kanë arrit veprat e sahabëve, por dashuria e madhe për Allahun dhe pejgamberin, dashuria e madhe për shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, insha Allah taala na bën rizq edhe nasib që të jemi në xhenetet e larta me ata. Edhe Thaubani dhe i tha, i dërguari Allah më merr malli për ty,
po ti do t'jesh në xhenetet e larta, unë do t'jem diku në poshtë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, njeriu do t'jetë me atë që e don. Enes ibn Malik radiallahu anhu tha që ditën kur e kam pranuar Islamin nuk kisha dëgjuar fjalë më të mirë se kjo fjalë, që njeriu do t'jetë në xhenet me atë që e don. Dashuria për pejgamberin më shtyri ta mbaj këtë hutbe. Dashuria për Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na shtyri që ti përngjajmë atij edhe në pamje. Dashuria për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam na ka bërë që të falemi si faleshte ai, që të agjërojmë siç agjeronte ai, që të marrim abdes siç merrte abdes ai, që të qëndrojmë në xhami siç qëndronte ai, që ta mbajmë këtë hutbe siç e mbante ai. Andaj qoftë kjo dashuri për Allahun dhe pejgamberin, që të jemi së bashku në xhenet me pejgamberet e Allahut, ja Rabbel Alamin. O Allah, të lutemi bashkona ne prindërit tonë dhe prindërit e prindërve dhe prindërit e prindërve të prindërve tanë në xhenetet e larta me pejgamberin e Zotit Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ja Rabbel Alamin. Për së fundi mos i harroni edhe një këto emanete dhe këto këshilla që i rënditi hoxha, të nxjerrura nga fjala Allahu dhe fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kapini një prej tyre, shpëtoje veten tënde o vallahu im. Kapitali më i madh që posedon çdo njeri prej nesh është vetja e tij. Kur të dhem një pjesë e trupit, mu nuk më dhem, të dhem ty. Kur do të mbetesh i vetmuar në varrin tënd, do të mbetesh ty. Kur do të mbetem unë, do të mbetem unë. Para Allahu secili do të mbetet vet. Andaj shpëtojeni veten e juaj, o ju robër të Allahut, nga ajo që na pret ditën kur do të dalim para madhërisë së Zotit subhane wa taala, atë ditë kur inshallah taala do të na preti buzëqeshur xhelle xhelalu wa taqaddaset isma'u.